Kam sjell recetën e kiflëve, cilat përgatiten me kos në një përgatitje shumë thjesht dhe të shpejt, ekonomike, bëhen shumë të shijshme, ngjasojnë shumë me krosonat. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje. Në një të madhe shtojna 2 lugë gjelle me sheqer, 2 lugë gjelle me maja buke, një gotë 200 ml shmeqon shtevake dhe përziz masën që të aktivizohet pak maja e buke. Kam përzijer mirë masën, ta shtoj 2 gota nga 200 ml she me kos. Kosi duhet të jetë në ambient dhume 2-3 orë më parë, e largoni nga frigoriferi dhe lëni 2-3 orë në ambient dhume, më pas përgatitni, nuk guxon asesi të jetë direkt nga frigoriferi. Shtojmë kosin. Dhe tash masën e përzidit përsërit mirë. Ja shtojna 90 ml me vaj, përzim për disa sekonda. Tash shtojmi një vezë, përsëri e përzim. Mjaftueshëm është bërë përzirja. Dhe në fund e shtojna millin, mill që se do na duhet diku rreth 1 kilogram, e shtojna pjesë dhe kontrollojmë trasinë, duhet na del një brumë si i bukës, pothuaj. Ja shtojmë një lugë gjelle me krep dhe tash fillojmë që brumin direkt ta punojna me dorë. Shtojmë mill e punojmë derisa të na del një brumë si kiflëve të zakonshme. Shtojmë pjesën tjetër dhe punojmë, duhet që ta punojmë derisa brumi plotësisht largohet nga dora. Kam punuar brumin, kam fitu një brum me trashësi mesatare, kam punu derisa brumi është largu nga dora. Tash sipër do i hedhi pak vaj, kështu. Vajin ja kaloj dhe ma pjesa poshtme e brumit, sepse kur dyfishohet shumë lehtë brumi largohet nga ena. Tash e mbuloj me enën ku ndodhet brumi dhe e loj në ambient dhume që brumi të dyfishohet për 90 minuta. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm, tash e largoj nga ena. Sa më shumë që dyfishohet brumi, aq më të mira do dalin kiflet, tamam do dalin si krasana. Tash në tavolinën e punës hedhi mill dhe e kaloj brumin. Largohet lehtë nga ena pasi kam hedhur vaj. Tash e punojna brumin pak kështu. Tek milli i hedhur, vetëm pak sa ta marrë një formë grumbullake, një formë flamuar dhe ndajmë brumin në 2 pjesë të barabarta. Tash se cilën pjesë e ndajmë në 6 pjesë, do me thënë brumin e ndajmë në 12 pjesë. Se cilës pjesë mundohet që jap masinë e një. Dhe pjesën tjetër dhe ndaj kështu në 6 pjesë të barabarta. Tash marrim se cilës pjesë e japim formën e një kulaçi duke rrotullis në miell. Mundohem t'ju jap
format e lëmuar dhe I vendosi kështu në njërin saj tavolinës së punës kuleçët e formuar. Këtë mënyrë gjithë brumit e formën e kuleçëve, edhe një sa herë që ka nevojë. Kam formu gjithë kuleçët, tash marrim kuloçin e parë, dytin dhe tretin kështu me radhë, duke bërë hapjen, I hapjem me një masi të një pjate. Unë duke vetëm se t'ja jap formën rrethore gjatë hapjes, të më dhe pak dhe nuk nevojitet më shumë, mjaftueshëm është kjo masi. Në këtë mënyrë I hapim gjitha. Marrim dytin dhe të gjitha kështu me radhë, sepse ka pushtu brumi dhe më let bëhet hapja. Në këtë mënyrë I hapim të gjitha. Kam bërë hapjen e 12 kuleçëve, tash marr 250 gram me margarinë dhe ndaj kështu në 12 pjesë. Dhe marr dhe rendis 6 shpejt njërën mbi tjetrën, duke I ushtruar margarinë në mes. Për secilën pejtë vendosi nga një pjesë kështu të margarinit. Pra margarinin e kam ndarë në 12 pjesë dhe mundohem që ta përhapi në përpejt kështu margarinin. Margarini duhet të qëndroj në ambient dhome më së paku 5-6 orë, që të bëhet më I butë dhe më lehtë bëhet hapja. Vendosi pejtën e dytë dhe kështu me rend I vendosi 6. Nga ky brum do fitoj me 2 pjesë, nga 6 shpejt të renditura njëra mbi tjetrën, duke I ushtruar margarinë në mes. Margarinin e përhapim kështu me dorë. Patjetër duhet jetë në ambient dhome, për ndryshe nuk mund të bëni përgatitje. Jemi në pejtën e tretë. Kështu me majë gishtash, ngjesim qoshet, ku të bëjmë renditjen. Kështu e ndani margarinin, më lehtë do e keni. Këtë mënyrë I radhisim 6 copë. Kam fituar 2 pjesë nga 6 shpejta të renditura njërën mbi tjetrën, duke U vendosur në mes margarinë apo gjallë. Na ka ngelur 2 pjesë me margarinë, të cilat do ja vendosi pejtave kur të bëj hapjen. Tash marrim pejtën e dytë dhe vendosim në njërin skaj tavolinës së punës, kurse pejtën e parë kështu në fillim me maja gishtash dhe ja shtypi qoshët dhe do bëj hapjen. Kthej nga ana tjetër, hedhim pak mirë, në anë të shkopit e hapi në një masi dikon rreth 40 cm, dhe të munduhem që t'ja formën rrethore dhe ta hapi në trashësime njëjtë nga gjithë anët. Kthej her pas here brumin nga tjetra anë. Munduhem vetëm se paralel
të bëj hapjen e të gjithë petave. Keni kujdes kur t'i bashkoni petat me maja të tishtave, shumë mirë, do ishte t'i bashkoni mirë, sepse hapja më pas nuk bëhet paralel. Kam hapur petën në masi të dëshiruar, kam hapur dikon rreth 60 cm. Tash bëj prerje, marr një thik picash, shumë mirë bëhet prerja me thik picash. Fillim e ndoj në 2 pjesë barabarta, pastaj e ndoj në 4 pjesë dhe secilën pjesë kështu do e ndoj në 5 pjesë. Nduhem që t'ju jap masinë e një të gjithave. Kështu në këtë mënyrë do ndoj gjithë brumin. Pasi kam bërë ndarjen e brumit, marr margarinën e ngelur dhe secilën pjesë kështu e lyj me pak margarinë për hapi pak. Kështu si përfaqet. Tash bëj rokollisjen. Kështu në furnë lodhe. Vërtet do ndohen flet, ama si kurasona do dole. Ja, pra kanë marrë një pamje shumë të mirë qifla kanë marrë. Këtë mënyrë bëjmë rokollisjen e gjithë brumit. Përgatitja këtyre qiflave është shumë e thjeshtë e shpejt. Nga një brum fitoj 40 qifle. Janë shumë të mira, të shishme, ideale tash me në sezona e dasmëve për arhendje ndryshme familjare ja vlen me provu këtë recetë. Përgatitja është shumë e mirë dhe e thjeshtë. Përgatitja është shumë e shpejtë dhe e thjeshtë, ekonomike dhe bëhen shumë të shishme. Gjithashtu mund ta bëni edhe mbushjen me çfarë do keni dëshirë, mund t'i bëni edhe tëmbla. T'i mbushni me krem, me Nutellë, ose kështu të kripura, mund t'ju hedhni gjizë në mes, varet nga dëshira juaj. Këtë mënyrë do bëj hapjen dhe të brumit tjetër dhe do e ndoj kështu në fillim në 2-4 pjesë dhe secilën pjesë nga 5 pjesë, gjithsej fitojnë 40 qifle nga ky brum. Gjithë brumit ja kam dhënë formën e qifleve, i kam vendosur në tepsin kam vendosur letër për pjekje, nga i brum kam fitu 2 tepsi e përshtatshme që t'i vendosni në tepsi e shporetit elektrik. Tash i mbuloj kështu tepsin dhe loj që qiflet të pushoj dikon rreth 20 minuta dhe më pas do bëjmë lypjen. Kanë pushuar për 20 minuta qiflet, është dyfishuar masa mjaftueshëm. Ju largojnë tash pecetat e kuzhinës. Tash bëjmë lyrjen. Këtu e kam një të verë të vezës, të cilës i kam hedhur vaj dikon rreth 40 ml dhe i lyj nga pjesa e sipërme të gjithë qiflet. Mirë po vetëm mundohem në një lirje të lehtë, mos t'ju dëmtoj formën. Kështu në fillim do e lyj vetëm njërën tepsin, sepse kjo është tepsinja e parë, ka pushu mjaftueshëm. Gjatë kohës që bëni lyrjen, edhezni furrën e shporetit në temperaturë 200 gradë që të nxehet mirë, sepse furra duhet jetë e parangrohur kur të bëjmë pjekjen. Mirë gjithë
Sipër do ju hedhi pak fara susami. Dhe japim një pamje shumë të bukur dhe bën më të shijshme. Dhe kiflet janë gati për pjekje, do i pjekin temperaturë 200 gradë për 20-25 minuta, gjatë kohës që janë në pjekje tepsia e parë bën hyrjen e tepsisë së dytë. Kam bërë pjekjen e të dy tepsijave dhe i kam mbulu kështu pas janë ftohur për 5 minuta me foli najloni dhe i kam lanë kështu me foli dikon të qëndrojnë rreth 20 minuta. Tash e largoj foli, janë zbutur mjaftueshëm dhe janë gati për konsum. Kanë dalë shumë të mira. Kanë marrë një pamje vërtet shumë të bukur. Kiflet janë gati për konsumim, kanë dalë shumë të mira për syrin, besoj se dhe shija s'ka për një t'ju demonstroj një nga ofër se si ka dalë. Vërtet kanë dalë shumë të mira, janë të buta, ndahen flet, gjithë jo që përgatisni në këtë mënyrë kifle me kas, ju bëfshin mirë. Ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Gjithë ju që shikoni për herë të parë këtë video, ju lutem të abononi për recetat reja, nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.